Këtu jemi në pjesën e dytë të serisë së videove që trajtojnë koordinatat e mesit të segmentit. Vazhdojmë me një ushtrim. Janë dhënë pika A me koordinata -4, 5 dhe B me koordinata -2 dhe 1. Të gjenden koordinatat e pikës C simetrike me pikën A në lidhje me pikën B. Pra kemi paraqitur një plan koordinativ ku kemi vendosur pikat A dhe B sipas të dhënave të ushtrimit ton. Po tregojmë gjeometrikisht se ku ndodhet pika C, e cila është simetrike me pikën A në lidhje me pikën B, dhe sipas ushtrimit ton kërkohet të gjenden koordinatat e pikës C, të cilat për momentin i kemi shënuar si x i C dhe y i C. Duke bashkuar pikën A me pikën C, krijojmë një segment mesi i cilit është pika B me koordinata -2 dhe 1. Pra kemi të drejtë të përdorim formulat që tregojnë koordinatat e mesit segmentit. Kështu mund të shkruajmë që x i B është i barabartë me x i A plus x i C mbi 2. Tek kjo formulë njohim x i B, që është -2, x i A, që është -4 dhe kërkojmë të gjejmë x i C. Kryejmë zvendësimet e x i të B dhe x i të A dhe mëtej duke kryer veprimet përcaktojmë që x i C është i barabartë me 0. Mëtej kemi të drejtë të shkruajmë dhe formulën që tregon gjetjen e y-it të mesit segmentit, pra të pikës B. Pra kemi y-i B baras me y-i A plus y-i C mbi 2. Tek kjo formulë njohim y-in e pikës B, që është 1, y-in e pikës A, që është 5, dhe kërkohet të gjejmë y-in e pikës C. Duke bërë zvendësimet dhe duke kryer mëtej veprimet, gjejmë y-in e C të barabartë me -3. Pra në këtë mënyrë kemi përcaktuar x-in e C, që është 0, dhe y-in e C, që është -3. Dhe këto vlera na japin pikërisht koordinatat e pikës C, që janë 0 dhe -3, dhe në këtë mënyrë kemi dhënë përgjigje kërkesës së ushtrimit ton. Vazhdojmë dhe me një ushtrim të dytë. Janë dhënë trikulme të një pasnjëshme të paralogramit, A me koordinata 4, 2, B me koordinata 5, 7, dhe C me koordinata -3, 4. Të gjenden koordinatat e kulmit D, pra të kulmit të 4 të paralogramit. Në një sistem koordinativ kemi ndërtuar paralogramin ton, tre kulmet të cilit janë vendosur sipas të dhënave të ushtrimit ton, ndërsa kulmi D, koordinatat e cilit janë të panjohura, i kemi paraqitur për këtë kulm koordinatat si x i D dhe y i D. Ndërtojmë diagonalet e këtij paralogrami, të cilat sipas vetëtisë së paralogramit përgjysmojnë njëra tjetrën, dhe shënojmë pikprerjen e këtyre diagonaleve me shkronjën M. Pra, pika M tregon mesin e segmentit AC, që është njëra prej diagonaleve të paralogramit, gjithashtu tregon dhe mesin e segmentit BD, që është një diagonale tjetër e paralogramit. Duke gjetur koordinatat e pikës M, do të orientohemi për gjetjen e asaj çfarë na kërkohet, pra të koordinatave të kulmit të 4 të paralogramit. Orientohemi tek diagonalja AC, të cilën e konsiderojmë si një segment AC, mesi i cilit është pika M. Pra mund të shkruajmë formulat që përcaktojnë koordinatat e mesit të segmentit për këtë rast. Kështu, x i mes do të përcaktojë nga njëra prej këtyre formulave, si barabartë me 0 presë 5, dhe y-i pikës M do të përcaktojë i barabartë me 3. Në këtë mënyrë kemi përcaktuar koordinatat e pikprerjes së diagonaleve të paralogramit, që janë 0 presë 5 dhe 3. Atëherë vazhdojmë zgjidhjen e problemit ton duke u fokusuar tek diagonalja tjetër e paralogramit, pra tek diagonalja BD, që duke e parafituar si një segment, i njohim mesin këtij segmenti, pra është pika M me koordinata 0 presë 5 dhe 3, dhe kemi të drejtë të shkruajmë formulat që lidhen me koordinatat e mesit segmentit. Pra mund të shkruajmë që x i mes është i barabartë me x-in e D plus x-in e B mbi 2. Tek kjo formulë njohim x-in e mes, që është 0 presë 5, njohim x-in e B, i cili është 5, dhe kërkohet të gjejmë x-in e D, pra një prej koordinatave të kulmit të 4 të paralogramit. Duke bërë zvendësimet dhe më pas veprimet, përcaktojmë që x i D është i barabartë me -4.
Shkruajmë edhe formulën tjetër që lidhet me koordinatën e dytë të mesit segmentit, pra y-i mes, për rastin ton, është i barabartë me y-i d-s plus y-in e b-s mbi 2. Te kjo formulë njohim y-in e mes, që është 3, y-in e pikës b, që është 7, dhe kërkojmë të gjejmë y-in e pikës d. Duke kryer zvendësimet dhe mëtej veprime sipas radhës, gjejmë dhe y-in e d-s, që është -1. Pra, kemi përcaktuar x-in e d-s të barabartë me -4 dhe y-in e d-s të barabartë me -1. Duke ju rikthyer figurës tonë, themi se kemi përcaktuar dhe koordinatat e pikës d, që janë -4 dhe -1, dhe në këtë mënyrë i kemi dhënë përgjigjen kërkesës së ushtrimit tonë.